Shpërndarja e bonusit të verës në sportelet e Postës së Fierit ka nisur me ritme të shpejta duke bërë që në 3 ditët e para të korrikut, 20% e pensionistëve në Fier, Mallakastër, Patos dhe Roskovec të marrin pensionin bashkë me bonusin e verës. Në këtë ditë të nxehta korriku, fluksi i lartë i shkaktuar edhe nga kthimi për pushime i pensionistëve që jetojnë jashtë vendit, po përballohet nga sportelet e Postës së Fierit me shërbim të shpejtë. Jemi shumë të kënaqur. Si na shteti, po na këta na shërbejnë jashtëzakonisht mirë. Neve nuk kemi mungesë kur nga këto dyja. Neve na presin në moshën e tretë sa nuk ka më. Me bonusin çfarë do bësh? Po bëriqaves na morën pak po. 50.000 morëm edhe i çik shtesë morëm. Shumë masë dollaritë të pak. Jena jemi mirë, jemi shumë kënaqur. Bonusin apo pensionin? Unë po pres në fakt, që ta marrë. Po dëgjova që do ne japin. Jam shumë e kënaqur për atë zot. Që jemi të dy, na 50%. Se qa jam pak, janë 100.000 lekë. Edhe shtesa sa do t'jetë, jam shumë. Zakonisht sa zgjat i gjithë shërbimi kur vjen që merr pensionin dhe bonusin këtu? Sa ri? Po, sa shëndron? Ja, as 5 minuta, 10 qameti, po më shumë nuk kam vajtur. 30.000 pensionistë në Fier, Mallakastër, Patos dhe Roskovec, po marrin përveç pensionit mujor edhe bonusin e verës të dhënë nga qeveria shqiptare. Për të shmangur radhët dhe kryer shpërndarje në kohë, filiali i Postës në Fier po bashkëpunon me Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve dhe bankat e nivelit të dytë, duke siguruar fondet e mjaftueshme.